dy shqiptar tant janë nis në këmbë në një mision të gjatë në këmbë nga Malmo e Suedis deri në Prishtinë. Valon Isufi që jeton në Suedi, shpëtim gash nga Kosova, më 12 prill janë nis dhe deri më tash kanë kalu rreth 1000 kilometra në këmbë. Më shumë se 2000 kilometra të tjera ju kanë mbetur për të arritur në Kosovë. Aktualisht ndodhen ose në Gjermani ose në Zvicër për dokumentimin e tyre në rrjetet sociale, hap pas hapi, për komentet, për hallet e të lashët, për ku po flejnë e apo jo dhambin këmbët drejt për drejt. Valon Isufi, shpëtim gashi, tu në gjatjeta juve. Shëndetje. Unë nuk e kam praktik që të pys mysafirët a e lodh, të them drejtën nuk është përshëndetje kjo, por juve duhet ju pysim. A jeni lodh? Po kemi kohë. Më 12 prill jeni nis, si keni kalu gjatë gjithë kësaj kohe? Është një ndërmarrje që jo secili e merr përsipër, që të ecë në këmbë nga një skaj në skajin tjetër të Evropës. Edhe ne pak nuk lexuam. Si po ju shkon ky udhtim, një ndërmarrje e vështirë për të ecë në këmbë nga Malmo e Suedis deri në Prishtinë. Si është e përgjithshmja e këtij udhtimi? Atëre, spare, falenderit për presën. Me fakt që Shkodan Bajrame, juve gjithë shqiptarëve musliman anën banë. Udhtime për në shkon shumë ma mirë se që kemi planifikuar thonë të drejtën. Atëherë, destinacioni starti është nga Malmo e Suedis, edhe destinacioni fundit është në veri të Kosovës. Qartë, nga 12 prilli deri me sot ka shku gjithçka mira, keni pas ndonjë telashe gjatë udhtimit? Patjetër telashe ka. Keni pas sa sfida, do të thotë moti keq, me shtrime ena të forta edhe sfida më e madhe thonë të drejtën ka qenë deri më tani rrugë magjistrale që po na duhet me ecë skajt rrugës pa trottoare. Po në përgjithësi mirë po kalojmë shumë deri këtu kemi bën 1007 kilometra, domethënë kemi nisur me 12 prill, kemi arritur deri në Mannheim të Gjermanisë, kurse mbrom erdhëm këtu na dënë shqiptarët si gjithmonë zemër mëdhej edhe na pronën këtu në bazat e Zvicrës, por do të thotë pasi është sot Bajram dhe pa të në qëtë një pritë shqiptarët si domethënë prej Gjermanisë, Zvicrës edhe Francës që lidhet këtë rekonshi, edhe nëse prapë në këtë destinacion, se gjithmonë kur na bojnë kronakshis, që me thonë, na këtë aty ku na mboren edhe vazhdojnë na drejt në kapë, të më thonë. E qartë. Po mirë, çka do më thënë ky udhtim për ju? A ka në arsye personale që u nisët në këmbë? Çka ju nxit juve shpirtërisht për ta bërë këtë udhtim? Kjo si ide, domethënë më ka ardhur gjatë pandemisë. Atëherë kur gjithçka u mbyll dhe fillum pak me jetë bagë gjota, unë personalisht domethënë familjen tonë me gruan time. Edhe për aty më ka lindë ideja, më thonë, vetë që në rrëbet më njësë për Kosovë në kom, edhe kem folë me shpëtimin, e kemi diskutu të akërisha me pushimin në Kosovë mujnë dhe torë, gjithë kalum, edhe shpëtimin si shpëtimin me karakter se kjo që ka dhe thëtë nuk më refuzoj, po pa me ndu dhe pa vëllam, pa ishtë ta ne vendosëm edhe këna vendosë atë për të, këna fillu përgatitet, së sfidë personale, po, më thonë të drejtën, kemi pas shef me përsu mesazhet të shqiptarët, anë më donë të pas parasysh sa kemi ngellë pasiv kohët e fundit, që me thonë njerëzit pak mishtim aktivizu, më i inspiru njerëzit, edhe me thonë dëmonë që më së dërzone etni, edhe kjo është këtë ideja. E ndërkohë do të morëm pa tjetër edhe ndaj iniciativë humanitare. Okej, shpëtim të jeton në Kosova, po? Kurdove e se të dëgjuash bashkë mirë? Ju jetoni në Kosovë dhe u bashkove në këtë udhtim. Jetoj në Klinë. Si është ky udhtim për ty si banor i Kosovës për të shkuar deri në Malmo për të kthyer në këmbë?
Është një ndjenjë veçantë se u takojmë shumë domethënë bashkëdhëtor. Kjo është shumë që jetojnë, po dolën për na presin me tradita. Që i kanë këtu, i kanë ujtë për më shumë se na në Kosovë, domethënë traditat. Por ndjen shumë e papërshkrueshme. I kujt është qeni, se e keni edhe një qen me vete? Po e kemi qit atje se puna e flodit. Okej. Mëna me të regu pak. Okej. Tërheq vëmendje qeni... Po. Tërheq vëmendje qeni gjatë këtij udhëtimi? Apo tërheq vëmendje qeni gjatë këtij udhëtimi? Po, patjetër. Me thonë drejtën, me kemi hasë në disa raste me Daniel që ka pas ma shumë edhe respekt qeni se edhe vetë na. Na të rego aty për punën e ujit, lutëm. Kur juve s'ju dhanë ujë e qenit po. Po, e vërtet është ishte mëngjes, domethënë, gjithçka ishte mbyll edhe vetëm ajo pura bukës ishte hap, edhe shkojmë na për me marrë me ngrënë diçka ashtu për mëngjes, po aty s'kishte ujë me bledë, thotë na morëm kanë një kafe dhe kështu kanë një kitën e bletëm edhe i thash në pyeta bën më mush të dy shishe me ujë tash. Edhe u kishën me vetë atë kontor edhe na vjen keq, po edhe kemi marrë mend se e kemi Maxin me vete, edhe thash më fal tash e kam përsanin do thotë. Kur më thonë për qanin pa hezituar, apo pa tjetër me ne ka marrë me ka mushujen. Gjithsesi ju përmendet edhe shqiptarët që dalin ju marrin në udhë, ju po dokumentoni gjithçka, po publikoni në TikTok, po vrej që çdo ditë më tepër po ju shtohen njerëzit që ju ndjekin në këtë rrjet social. Ju shohin shqiptarët në TikTok se ku jeni dhe pastaj ju dalin para apo si është mënyra komunikimit me mërgjimtar shqiptar që ju takojnë? Po, në shikojnë këtë kena live zakonisht, dolin më të shumëti, po i kena edhe numrin e telefonit të kena në bio në TikTok, e që është ma mira që neve në përcjellin të më honë shumica, 90% familjarë, fëmi, keq, që kjo është të më honë e mira që e kem lype dhe na, me konë shka pak ma ndryshe, që dhe i tash që shlo ka qenë TikTok, i shredina. Mirë, ju po fleni në tent, apo jo? Kur do që keni mundësi të fleni? Po. A dallon vendi nga vendi, shteti nga shteti, komuna, qyteti, kanë ndalesa rregullore që përcaktojnë se ku mund të vendoseni e ku jo? A janë këto çështje problematike për organizimin e këtij udhëtimi? Po, është vërtet se Gjermania është përga strekt me këto rregulla, dhe thotë nuk i drejt as me optendën në vene publike, po as në tokën private, po as mirë në presin. Dhe thotë kemi optendën në bërë të Gjermant, në për ara, në për fushat ty në private, dhe kur s'kemi pas problem, për kundër e kam pritë shumë mirë, e kemi pas një respekt jashtëzakonshëm për këtë pjesë, që e kemi diskutuar me përpime dhe më para semonisë, se kemi para pasis feedback-et madhe, po aq mirë po shkojnë gjanat, s'ta që nuk ka njerëz që kish mujt me bëu këtë plan me shku kaq bukur. Okej, e çka është telashja më e madhe për ju? Përgjet vendin për të fjet, dhimbjet e këmbëve, se kures njeriu shumë edhe dhambin këmbët, kushtet e motit, çka është problemi më i madh për ju gjatë këtij rrugtimi? Dhe me thonë se përket dhimbje të këmbëve, e kemi pas sfide më të madhe 2 javë të para ka qenë. Okej. Po ashtu edhe moti ka qenë jo i mirë. Tash është vapa e madhe, dhe me thonë, është një nxehtë bëjegje, përmi 30 gradësh që 3-4 vjet që po merr koha, edhe kemi ndryshuar rutinën e ecjes. Tash po mundohem me ecë sa më shumë orë të vona, edhe ditën gjatë ditës me pushu. Edhe si cekë më herët, dhe me thonë, rrugët shumë kilometra po bujna për, dhe me thonë, skaj magistrale edhe në Danimarkë edhe në Gjermani. E që kjo është si sti bëjegje ronë. E në tërme këna para po ojnë për të Zvicrës edhe Bregdetin kratë, duke këllu prej Rijekës dhe në Shëngjën të Shqipërisë, jemi në magistrale, një edhe është, që djetë është sezoni, është nëzeti i madhe. Po, sigurisht. Po, për ushqimin, si ja bëni gjatë kësaj udhe?
merrni me vete, kurdo që keni mundësi, ndaleni në restorane, si ja bëni? Jo, thonë të drejtën, na e kemi para po këtë ma ndryshe, gjithë ma vështirë, po falë zotit edhe shqiptarve, zda më gjonë, po dalin, po në presin, do më thonë, ashtë mirë, që që na ma njitën, do të të kam do 2-3 herë në ditë, na dhojnë dreka, darka, mëngjesin, kështu që të bëri që të është gjithë shka e jashtëzakonshme, për të mirë, gjithmonë. Unë është që mojmë me vetë të veç sa për çdo rast me postë me veti, mos me nëse jesim e mojmë me zërë një ushqim nëse akunisht me proteina që jenë. Po se këto kalorit e këto që i humbëm gjatë ecit, dhe në vend të ato më nëmi kompenzu sa të munëm. Qartë. Se në ditë ecëm prej 250 deri në 400 minuta, i bojna 20 deri në 25 km në ditë, edhe i bojna rreth 50.000 hapa, dhe më thonë prej 30 deri në 50.000 hapa në ditë, kështu që është një ecje brege e madhe, edhe që po të shpëtime e kena ushqimin, dhe më thonë vetë, por me gjallësh, më thonë. 3200 kilometra, pra afërsisht mos gabofsha unë, nga Malmo deri në Kosovë, rreth 1000 keni kalu, e 2200 për afërsisht. Kur ju bje për ma arrit në Kosovë? Në çfarë muji? Na kemi para po mes 4 dhe 5 muaj. 4 dhe 5? Çfarë muji? Po, dhe më thonë mujnë gosht e kena para po me mri, në gjysë ose në fund mujtë gosht. Rreth muajit gusht, mes ose fund i muajit gusht. Okej, bukur shumë. Edhe ta përmbyllim bisedën pak për hap pas hapi në TikTok. Çka po ju pëlqen njerëzve më pa më tepër nga udhëtimi juaj? Po kanë qef me pa dhe më thonë ku flajna, edhe është një interes shumë i madhë, mas shumë të më thonë edhe qani, dhe më thonë Maxten. Shumë i pahin zemër njerëve, edhe po kujdesin ata dhe më thonë përmes TikTokët për Maxen. Kështu që na ka marrë vëmendjen Maxi. Bukur shumë. Unë ju falenderoj shumë që në këtë ditë kur shqiptarët kanë dalë t'ju marrin që Bajramin ta festoni bashk, ju e ndat një pjesë kohës për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë, juve kohë të mirë në këtë ditë feste dhe më pas rikthim të hajrit në rrugtimin tuaj në këmbë deri në Kosovë. Faleminderit shumë për ftesën e njëre, i përshëndesim gjithë shqiptarët kudo që janë, edhe i ftojmë të na ndjekin në TikTok dhe të hap pas hapi, se është një rrugtim i përbashkët, dhe thotë, nuk është veç i jone, por për përbujna me gjithë shqiptarët. Kështu që një falenderit gjithë atyre që po dolin për na takojnë, për na përkrojnë gjithë aspektet, edhe juve për intervistën. Kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit shumë, gjithë mirat për ju.